Shikues të nderuar, jemi sërish bashkë, ndërkaq siç e thamë edhe më herët, shënohet 2 prillit dita botërore e ndërgjegjësimit për autizmin. Çifti nga Prishtina, Ilirik Musliu dhe Albulena Azemi, vinë me rrëfimin e tyre në Kosova Live. Bashkë do të flasim për përditshmëritë, vështirësitë, por edhe për atë se sa po bojnë institucionet. Ndërkohë që duhet përmendim se sot është mbajtur nga ora 12 edhe marshi ndërgjegjësues për autizmin në Prishtinë, ku kërkohet miratimi i ligjit gjithëpërfshirës dhe thuhet se autizmi nuk pret. Për gjitha këto do të flasim tani. Mirë se vini, kënaqësi që ju kemi sot në studio. Faleminderit për ftesën. Do të fillojmë me Albulena. Pikërisht do të kishim dëshirë që të nisim me marshin, një organizim që bëhet çdo vit, edhe kërkohet që të ketë ndërgjegjësim sa i përket autizmit. Për sa janë të nevojshme të themi këto organizime dhe sa ka informacione në Kosovë realisht për gjitha këto? Realisht këtë vit, shoqata autizmit, shoqata ANAG dhe Autizmi Flet e kanë marrë përsipër organizimin e një marshit e tilla, dhe pse çdo vit ka organizime, po këtë vit janë domethënë kanë bërë organizimin organizatat jo qeveritare në përkrahje të prindve dhe fëmijëve ose personave me autizëm. Këtë vit e kanë organizu marshin, i cili është mbajtur tash prej orës 12, dhe motoja ka qenë pikërisht kjo, autizmi nuk pret. Ligji për personat me nevoja të veçanta, besoj që shumica e din, ka disa vite, i cili është në për diskutimet, por ende nuk është i miratuar. Ai ligj i përfshin gjithë personat me nevoja të veçanta dhe thirrja jon, po është edhe vetën aty sot, është që edhe autizmi të përfshihet dhe të ju ipet përkrahje edhe personave me autizëm, në këtë rast prindve të fëmijëve dhe personave me autizëm. Ilirik, na kemi pas mundësi që të flasim për tema ndryshme, kështu që i preokupojnë qytetarët, por kjo është një temë që i prek shumë familje, por që në fakt shumë pak flitet. Çka mund të themi? Realisht e keqja është që na sot po flasim për një datë e cila ka të bëjë me ndërgjegjësimin për autizmin, po që te na në Kosovë metet veç një datë më shumë simbolike. Do me thonë flasim sot, mbajmë konferenca, mbajmë një marsh, shpesh shohim që kanë prezantuar edhe plane, strategji, po cilat pastaj kanë metë në sirtar. Pra, edhe pse po flasim për diçka shumë bazike, që është ndërgjegjësimi, as për këtë pjesë nuk kemi bërë kur gjë, as si shoqëri, as si institucione. Unë mendoj që ka ardhur momenti me marrë përgjegjësi për faktin që numrat, shifrat, trendi tani veç është alarmant, pra po flasim dikon për 1 në 31 fëmijë pra me autizëm. Andaj mendoj që sa më herët edhe shoqëria edhe institucionet me u përgatit, atëherë është shumë më mirë edhe për familjet, po në njëjtën kohë edhe për një shtet, mos harrojmë, një shtet matet me ata se si trajton këto kategori dhe si i bën ata me u ndje. Për fat keq për momentin kur po flasim, familjet individualisht pra ballafaqohen me këto sfida, me zero përkraje prej institucioneve, e që realisht duhet me lëviz edhe në nivelin nacional edhe në nivelin lokal, me pas një strategji, me pas planifikim, me mujt me jep mbështetje edhe për familjen, edhe për fëmijët. Ne kemi pas rast me u thu edhe me pa praktika pra në për shtetet të Evropës, ata kanë kalu këtë fazë ku merren me pjesën e personave autik, ata kanë kalu një fazë tjetër ku tash trajtohen edhe prind, e shumë mbështetje tjera. Kërkesat duhet me kuptu, pra kërkesat nuk janë lëmosh, pra kërkesat janë që me u trajtu kjo kategori, me u trajtu edhe me u bë gati nesër edhe për tregun e punës. Mos harrojmë problemi më i madh, problematika më e madhe është kur këta janë mbi 18 vjet. Atëherë pra zero, nuk kemi asnjë shërbim për ta. Shumicën e rasteve mbi moshën 18 vjeçare izolohen, mbesin vetëm shtëpi, nuk kanë asnjë aktivitet, askush nuk i trajton, nuk janë të gatshëm për tregun e punës, po që gjithsesi edhe në moshën 9-18 vjet, pra ata i kanë sfida, edhe familja, edhe personat autik, po që mbështetja është zero, nuk ka as mbështetje financiare, nuk ka mbështetje profesionale, sfida është edhe kur fillojnë shkollën, në klasën e parë, pastaj edhe shoqëria nuk është e gatshme, kemi bëjmë me bullizim, po, mungesa që thamë të informacioneve që as prindrit ndoshta nuk i flasin fëmijëve që të kenë informacione para praktikë. Unë edhe Albulena e kemi marrë tash si mision, për faktin që unë veç jam në asamblenë komunës Prishtinës, pra nivel lokal, Lena është në qeveri pra nivel nacional, edhe kemi kalu këtë fazën personale, po them. Për arsye se djellin moshën 2 vjeçare, neve që kemi pas diagnozën, tash djeli veç ka kalu moshën 5 vjeçare, ne kemi kalu atë pjesën kur kemi punu vetë si familje dhe kemi kalu prej kësaj individuale, tash po mundohemi me qenë
nizoj gjithë dhe këtyre familjeve, cilët me thonë të vërtetën, deri më tani kanë trajtu këto raste krejt në heshtje. Pra, na nuk kemi asë ndërgjithësim e vedisim të vetë familjeve, në të njëjtën ku as të shoqërisë. Sepse diskutuam pak edhe më herët. Po kjo ndodh për faktin se vetë shoqëria nuk është e përgatitur, momentin që shoqëria nuk është e përgatitur, edhe nuk keni mbështetje, atëherë ti kemi u izolu, kemi u mbyll vetvete dhe kemi trajtu vetë. Edhe kemi trajtu si një sfidë e cila është familjare individuale, jo e shoqërisë, jo e institucioneve. Shqë për me lyp një mbështetje për institucionet, apo institucionet me mbështet këtë kategori, këto familje nuk është luks, pra është përgjegjësi e shoqërisë edhe institucioneve. Andaj mendoj që në momentin kur kemi me pas reflektim prej shoqërisë dhe prej institucioneve, atëherë edhe familjet kanë me fillu me fol për raste të tilla. Unë e kam marrë një hap bashkë me Albulenën atë kohë dhe kemi dalë, kemi folë publikisht. Dhe kemi bo thirrje të gjitha familjet. Mos me i trajtu individualisht këto raste, po t'jemi një za me qëllim që me mujtë edhe institucionet me reflektu. Ne kom pas rastin edhe para 2 ditë, nëse nuk gaboj, në Asamblenë Komunale të Prishtinës, kom këthym rapa një plan të veprimit në komunë të drejtorisë mirëqenies sociale, për arsye se nuk i kemi pas fare të përfshime këtë kategori. Në mendoj që edhe kryeqyteti, edhe shteti duhet me fillu me punu edhe me trajtu këtë kategori. Duke fillu prej aspektin mbështetjes profesionale, financiare. Qëre sot kur të flasim mos të harrojmë, kostoja është shumë e madhe për një familje për me trajtu një fëmijë, një person autik. Është mirë ndoshta flasim pse ju edhe me shifra. Nëse një trajtim si duhet për një person autik fillon prej 1.500 deri në 2.000 euro. Pra po flasim për një fëmijë cili duhet me shku në kopt, në qerdhe se duhet me u socializu, me mbajt gjysë orari, që ka kosto, ai nuk mundet vetë me qenë aty, duhet me qenë me kujdestare. Pra është kostoja edhe kopshti edhe kujdestarja. Prej aty pastaj fillon edhe me terapi të tjera, pra që janë pjesa e logopedit, psikologit, pastaj ka edhe shumë të tjera. Mos të harrojmë edhe ushqimi është shumë e rëndësishme, për arsye se personat autik, organizmi i tyre është shumë i ekspozuar ndaj parazitëve. Andaj ushqimi është shumë e rëndësishme. Do të me qenë gluten free, laktoza e tjera e tjera. Domethënë gjithë kjo është një kosto edhe është një barë për familjen. Ndërsa institucionet bojnë zero për në këtë aspektin financiar. Gjithashtu nuk ka mbështetje, për shembull me caktu disa logoped ose ata me punu, me qëllim që me i pas, mos harrojmë një seancë kushton deri në 20 euro. Je obliguar gjithë javën me qenë aty, domethënë. Kështu që kostoja një prej sfidave, po ne them gjithmonë që sfida më e madhe është kjo pjesa e vedisimit edhe ndërgjegjësimit edhe reflektimit të institucioneve. Dua ta pyes pak Albulenën, ndoshta për gjitha ato nëna, por në përgjithësi familje që vendosin që këto raste t'i trajtojnë në heshtje dhe i marrin si diçka të themi kështu që është tragjike, por në fakt është normale sepse në krejt botën, siç e tha edhe Iliriku, 1 në 30 fëmijë është, themi, me këto problematika që vetëm ka nevojë ndoshta për një kujdes më të madh, por është diçka krejtësisht normale. Unë dua të di përvojën e juaj, si e keni pranuar ju lajmin, si i keni menaxhuar themi gjithë këto situata që ndoshta edhe të tjerë ta marrin shembull. Përveç diellit i kemi edhe 3 fëmijë tjerë, 3 djemë tjerë, dhe në momentin që na si prindë kemi pa që dielli është pak më ndryshe, automatikisht jemi drejtu të specialistat e fushës. Normal që para tash dielli i ka 5 vite, na e që 3 vite e gjys gati punojmë edhe e trajtojmë. Ndryshe ka qenë trajtimi edhe ndërgjegjësimi edhe pranimi, po flas në moshën 2 vjeçare të diellit, ndryshe është tash, edhe pse zhvillimet janë shumë të vogla, gjithsesi unë mendoj që ne si prind kemi fillu me u vedisu, me u ndërgjegjësu edhe me e pranu. Pranimi nuk është as pak i lehtë, këtu po flas si non, po flas si prind, edhe nuk është e lehtë me e pranu që e keni fëmijë ndryshe. Nuk është diçka e jashtëzakonshme po flasim, nuk është diçka autizmi nuk është smundje, si fillim. Kjo duhet sqarohet një herë për gjithmonë, mënyra se si trajtohet si një smundje. Është ndjesi ndryshe, është mënyrë e të menduarit, të vepruarit, të jetuarit, dhe të kuptuarit të botës ndryshe. Prandaj këta njerëz, këta fëmijë, këta persona po flasim, edhe pse ne personalisht e kemi ende, është fëmijë, është ende i vogël, janë ndryshe, por duke qenë ndryshe janë shumë të veçantë. Unë si non, si prind, si non fillimisht, edhe pse kryesisht për nonat është pak më e vështirë, sepse na e kemi diskutu edhe disa herë edhe me Ilirikun edhe me prind tjerë, në momenti që në familje është një rast i një fëmijës me autizëm, patjetër që njëri prej prindve në këtë rast bara gjithmonë i bjen anës, ose duhet me hek dorë prej punës, ose prej aktiviteteve
me cilat ka qenë duke u marrë për me u kujdes për një fëmijë me autizëm. Unë personalisht mendoj që përveç me fëmijët, institucionet tona, organizatat jo qeveritare, duhet me u marrë edhe me nanat, në këtë rast me prind, me i trajtu, me i trajnu, të paktën një trajnim bazik, qysh me vepru ose qysh me i trajtu, si mund qasemi për fëmijët autik. Sepse në moshë më të hershme, sa më herët nisin që të merren me ta, themi të punojnë me ta. Qyshtash dhe ma herët, autizmi nuk është smundje, por na mundemi me ju ndihmu shumë, kemi pa shumë raste, kemi ndëgju shumë raste, që prej një gjendjes autik jo verbal në një periudhë kohore disa vjeçare, ata fëmijë ose ata persona bëhen verbal, komunikim të rregullt, e vazhdojnë jetën si personat me zhvillim normal. Kështu që mundemi me bëu punë shumë të madhe, na për fëmijët tonë, institucionet për neve. Vetëm nuk duhet mu dorëzu askush. Asnjëherë mu dorëzu, unë po them ju bëj thirrje me qenë se jemi këtu edhe jemi ftuar me fol për këtë temë. Është përgjegjësi shumë e madhe me dalë edhe me fol, por në këtë rast jemi prindë dhe besoj na takojnë. Prindë cilët i shohin fëmijët që nuk janë si fëmijët tjerë, ose janë pak më ndryshe, po thënë. Çka mund të jetë diçka, Albulena, që ndoshta ju e keni vrejt bashkë? Dëgjoj, fillimisht na e kemi vrejt komunikimin. Do të thonë, mungesa e komunikimit, janë disa sjellje që fëmijët autik i kanë, ushqimi jo i rregullt, mandej ndjeshmërinë e kam pak më të madhe, do me thonë janë më të ndjeshëm, edhe pse na tash bëjmë hajgare shpesh se na diellin e trajtojmë si fëmijë normal, si djemë tjerë trajtojmë, po bëjmë hajgare, i thomë Idrikut, kur dojmë e detektu, në thojza, po thëmë një personazh të mira, jo na veç e qesim diellin, se e kanë ndjeshmërinë shumë të madhe, pjesën senzorike e kanë shumë të zhvilluar, edhe normal që unë mendoj që një prind që e ka edhe një fëmijë tjetër, po edhe nëse se ka, mendoj që vrehet, po problemi është e pranimi. Sa ma herët që na si prindë e pranojmë, përkundër që dhem shumë, do të thonë dhem shumë, po sa ma herët që na e pranojmë, aq ma shumë fëmijëve tonë ju ndihmojmë. Idrik, ju jeni shumë pozitiv, edhe kjo ndoshta e ka bërë që këtë sfidë ta kaloni më lehtë, keni punu, por ajo që e diskutuam edhe më herët është që shumë pak ka pas informacione se cilat janë me të vërtet sfidat. Përmes rrjetit social në TikTok, ka shumë nëna që kanë zgjedhur që këtë eksperiencë ta bëjmë publike. Dhe janë video që po shpërndahet dhe në ato video vrejet që gjithçka nuk është edhe aq e lehtë sa duket, a? Po, është e vërtet, nuk është e lehtë, me të vërtet sfidat janë të mëdha, po na e kemi pranuar me shumë pozitivitet, do me thonë si një sfidë për neve, edhe në momentin që e kemi pranuar me atë pozitivitet, na e kemi pas që i kemi ndihmuar edhe diellit shumë. Në momentin kur e pranon në atë mënyrë, atëherë i ndihmon shumë diellit, po të njëjtën kohë mendoj që me reagimin cilin e kemi pas na edhe publik, kemi ndihmuar edhe të tjerëve, me qëllim që edhe ata me dalë publikisht edhe me fol për këtë temë, përderisa nuk flasim ne, nuk pres me fol shoqëria, nuk pres me reagu institucionet. Sfidat janë të mëdha, Lena veç e përmendi, një prej prindve duhet me ek dorë prej karrierës, prej shumë aktiviteteve, Lena ka ek dorë prej bizneseve, prej gjitha tjerave, me qëllim që me ju përkushtu diellit. Është e vështirë për faktin që njëjtën kohë, do me thonë, Lena gjithmonë është me 2-3 orë gjumë, për faktin që kam probleme me pagjumësi. Shpesh jemi edhe me orare, me qëllim që me ndihmu njëri tjetrit, sfidat janë të mëdha, po që prap gjatë ditës na leton edhe na ndihmon për arsye se këta janë shumë dashur. Edhe mënyra e komunikimit tyre është shumë e veçantë. Na kur jemi kon Londër, gjithë është sfidë me ta, nga kur jemi kon Londër, kur e kemi marrë diagnozën atje, një doktor na ka bërë shumë përshtypje, tha gjithmonë pranojeni me ato që ju jeni ndryshe. Ata janë rrugën e drejtë, janë okay, po jeni ndryshe. Ata janë në të drejtën, ata janë shumë dashur, edhe mendoj që çaj na kanë ndihmuar shumë edhe kemi reflektuar në çat mënyrë që na gjithmonë do t'i ndihmonte edhe tjetër. Që dielli është në rrugën e drejtë, është i dashur, po kjo bota edhe njerëz jemi prish mak edhe po jemi ndryshe. Kështu që kjo na ka ndihmuar tepër shumë, po sfidat janë të mëdha. Edhe unë mendoj që ka ardhur koha që edhe institucionet edhe shoqëria, familjet mos me ilon me u ballafaqu vetë me gjitha këto sfida. Lena e tha shumë mirë, unë e përmenda edhe në fillim që në shtete tjera kjo ka kaluar në një fazë tjetër ku do të thonë prind kanë seanca te psikolog, ata marrin trajnime të ndryshme për autizmin për arsye se gjithë ajo kosta të cilën e përmenda. Pra nuk është e mjaftueshme nëse prind nuk punojnë pastaj në shtëpi. Na e kemi fatin që i kemi edhe 3 fëmijë të tjerë,
Pastaj kjo pjesa e socializimit brenda edhe ne kemi punuar edhe fëmijët e tjerë me qëllim që me pa diellin sikur ata njëjtë, domethënë me trajtu njëjtë me qëllim që me socializu për arsye se një prej problemeve kryesore kisha më thonë është kjo pjesa e socializimit edhe ndërveprimit tek personat autik. Ndaj mendoj që ka ardhur një moment që me pas një reflektim, me pas një reagim, edhe me u ndihmu familja, me u ndihmu edhe prindve. Unë thash, mbështetja është mundet me qenë shumë llojshme, andaj një prej kryesorëve mendoj që për arsye se edhe organizatat për shkak që nuk po punojnë me, ata punojnë me fëmijë, po nuk punojnë me prind. Po, duhet që të dy gjithsesi me punu edhe me prind edhe në aspektin psikologjik, po edhe në të njëjtën kohë me u trajnu ata me pas një trajnim bazik që me bo edhe prind punën e vet në shpe. Na kemi kalu disa trajnime Lena, sidomos tepër shumë edhe ka marrë kështu si një mision individual, edhe shpesh për bëja gore, je bu tash ekspert në këtë fushë. Kështu që menoj që sfidat janë të mëdha, po që realisht momentin kur e pranon me pozitivitet, e ki këtë vullnet, e ki këtë energji, menoj që është veç ky kliki i fundit i shoqërisë dhe institucioneve për me mujt mja dalë. Mos harrojmë, personat autik janë të veçantë, nuk është smundje sot, njerëz ndoshta më të suksesshëm në botë, fushat ndryshme i kemi persona që janë autik, po duhet me punu me ta për me pa cila është fusha në cilën ata munden me u dediku. Nëse nuk trajton ajo mund. Sakt, nëse nuk trajton ata, na kemi pa raste edhe në Angli kur fëmijët për arsye se edhe dielli pra nuk flet, është jo verbal. Kemi pa raste kur ka filluar me fol në moshën 12 vjeçare. Ka fol në moshën 18 vjeçare. Gjithmonë ka shpresë, që një ditë mund të ndodhë. Ka prej atyre cilët domethënë sot janë gazetarë të suksesshëm në botë, e kanë qenë fëmijë autik jo verbal. Ka raste të shumta, po që menoj këtu duhet shoqëria pak me ndiku në të njëjtën kohë edhe institucionet. Albulena, përmenëm këtë pjesën shumë që shumë familje i mbajnë të heshtura këto raste, qoftë të mentaliteti, qoftë komplekseve, sepse ka dhe familje që jetojnë në zonat rurale dhe ndoshta ende nuk e kanë pranuar ashtu si që keni pranuar jo. Ka shumë raste kur dëgjoj që këto raste të fëmijëve me autizëm nga familjarët mbahen themi të izoluara. Ndoshta një koment juaj për këtë, se si duhet veprohet. Po, ka shumë raste. Po them të izoluara edhe në atë kuptimin që edhe fëmijët i fshehin nga fëmijët e tjerë, i mbajnë të mbyllur në shtëpi. Po, unë e kom dëgju një rast në një qytet tjetër të Kosovës, jo në Prishtinë, që e kanë mbajt fëmijon autik me disa vite të mbyllur, kanë refuzu familjarët prind fillimisht, mandej antarët e ngushtë tjerë të familjes, kanë refuzu edhe kanë mbajt në një dhomë të caktuar atë fëmijë, po mandej kusht rezultati. Rezultati është zero për ta, rezultati është zero për fëmijët si ai, ose për personat si ai. Kjo është mentalitet, kjo ka të bëjë me shoqërinë tonë, kjo ka të bëjë me mënyrën qysh janë rrit, kultura. A mund bëjnë edhe agresiv këta fëmijë? Patjetër që po, nuk dinë se si të qasën pas mungesa e mos punës ta i bën agresiv. Izolimi i bën agresiv. Mos socializimi i bën agresiv. Edhe sot që po flasim, na çdo ditë kemi diellin në seanca logopedike, me psikologen, me asistentën, ergoterapi, po nëse na sot vendosim e ndalim, dielli ka regres. Edhe ky është problemi më i madh i fëmijëve me autizëm ose i personave me autizëm, sepse regresi mundet me qenë shumë më i shpejtë se sa që është progresi. Prej ditës kur na veç kemi filluar me u marrë me diellin, deri sot që po flasim, dielli ka një progres të ngadalshëm, po progres shumë të madh. Po flasim për sjellje, për pjesën e të ushqyerit, e për shumë elemente tjera të sfidave të autizmit. Po nëse na sot ndalemi, automatikisht kthehet në regres. Unë nuk i vë faj shoqënisë, po mendoj që jo veç sot në ditën botërore të ndërgjegjësimit, po na çdo ditë e kemi për obligim me u marrë me këtë çështje edhe me pas sa më shumë intervista, personat fushës specializuar, psikolog, logoped që flasin për këtë punë. Duhet, unë e them ja ushtin kry që e ke një fëmijë me një problem, nuk e ke zgjedhë ti. Ai është aty, edhe duhet me e pranu, edhe duhet me e trajtu. A është lehtë tash edhe më herët nuk është lehtë hiç, as pak. Po duhemi me e botë të pamundurën për fëmijët tonë, për familjarët tonë, fare të moshë qofshin ata. Duhet sa më shumë kampanja ndërgjegjësuese, sa më shumë
t'lipen ndërgjegjësuese, çka do qofshin ato, fletushka, që të flitet dhe të ndërgjegjësohen dhe të veprojnë. Por, unë mendoj që është edhe një arsye tjetër përveç mentalitetit dhe shoqërisë, është edhe mënyra e financave që përmendi edhe Itiriku. Na njohim shumë familje cilët nuk kanë mundësi financiare as për një diagnozë. Çka thonë ata? Cilat janë ankesat e tyre që ndoshta nuk dëgjohen përmes juve? Kemi komente të shumta që nuk kanë me çka me. Nëse po flasim për një person që punon në familje, ose dy me paga më të ulta, në këto kostot edhe çmimet e rrituna kohëve të fundit, është e pamundur sepse ti diagnozën nuk e merr nëse fëmijën e dërgon te një psikolog ose te një psikiatër, ose duhet gjithë ekspert e fushës psikologjisë dhe psikiatrit që të vinë në një konkluzion që ky fëmijë e ka këtë problem ose atë problem. Ne jemi detyruar jashtë shtetit me marrë diagnozën për diellin, sepse dielli ka qenë pak më i vogël në moshë dhe na e kemi pas shumë të rëndësishme me marrë diagnozën më herët, pikërisht për vendimet e jetës, sepse këtu nuk po flasim vetëm për diellin si fëmin ton, po edhe për 3 fëmijë tjerë që i kemi, edhe ajo automatikisht ndikon familjen dhe në komplet organizimin mandej që shtye bën të jetës. Iliri, kur jemi tek financat, sot për shembull mëngjes e pash një lajm që kryetari i komunës së Mitrovicës, Faton Peci, ka dhuruar 50 euro për familjet me autizëm. Po, ka pas edhe komuna tjera para kësaj, po. Unë mendoj që duhemi me fillu, duhet me pas lëvizje. Pjesa financiare tash nuk po du me fol me statistika, me shifra, për arsye se unë tregova. Ajo është edhe pak, më falë që po ndërprej, ajo është edhe pak mandej individuale. Dikush ka kosto më të madhe, dikush ka kosto më të vogël. Asnjë fëmijë autik nuk është i njëjtë, asnjë person autik nuk është i njëjtë, prandaj edhe kosto ndryshon. Sakt. Po që ideja është me fillu me lëviz, me reflektu edhe me pa për arsye se unë mendoj që secila komunë ka mundësi financiare edhe shteti ka mundësi me ndihmu, po unë mendoj që ka qenë një temë e cila nuk është trajtu, është ditë edhe pak, çka është e vërtetë, është ditë pak, nuk ka pas njohuri. Andaj mendoj që sot kemi mri me një moment ku ka njerëz që janë të përgatitur, mund me dalë me fol, edhe profesionalisht, po edhe të njëjtën ku edhe për përvojave personale si prind, çush na jemi sot këtu, ka njerëz edhe nëpër institucione që munden me ndihmu. Andaj mendoj që ka ardhur një moment ku të gjitha komuna duhet me marrë një veprim till, duhet me marrë një hap till. Unë mendoj që kjo i ndihmon edhe njerëzve për me tregu për fëmijët autik. Domethënë momentin kur ti duhesh me bën brenda komunës një databazë, me u lajmëru njerëz, atëherë i ndihmon edhe atyne që ata me dalë, me fol publikisht, edhe me u qas kësaj ndihmëse financiare. Kështu që pavarësisht vlerës sa është, për arsye se nuk është e mjaftueshme, çka është e vërteta, pavarësisht vlerës financiare, ne mendoj që është një hap për po mendohet edhe po me reflektu edhe komuna tjera. Unë kam e kërku edhe prej komunës Prishtinës për arsye se veç jam asamblesë të Partisë Demokratike të Kosovës aty, kështu që më takon edhe mendoj që është një sakt, është një mision i joni për me kërku. Mendoj që Prishtina ka kapacitet, edhe financiar, njëjtën kohë edhe profesional, ka njerëz aty të përgatitur, që mundën me punu një plan të veprimit, mundën me punu një strategji. Mos harrojmë neve na duhet një qendër e specializume, në cilën këta fëmijë, këta persona munden me pas një qëndrim gjithë ditor aty, gjithë këto seanca cilat po flasim na, e që duhesh prej një vendi tjetër me i bo me qenë të centralizume me një vend, gjitha shërbimet me i marrë aty, me qenë një qëndrim ditor aty, e sidomos është shumë e rëndësishme për personat mbi moshën 18 vjeçare, për arsye se trajtimi, mbështetja, aktivitetet për ta janë zero, e është mosha më delikate, mosha kur ata duhet me u pregadit për jetën, kisha me thonë, kisha me u pregadit për edhe për tregun e punës. Unë në fillim, edhe kur kemi diskutu me Lenën, mision të pare kemi pas që përmend edhe ti dielli mos me qenë agresiv, mos me lëndu fillimisht vetën e të tjerët, e pastaj me fillu me sakt, nuk ka ndodhur. Sakt, do kemi mri ato me menaxhu, e që tash duhet hap pas hapi me punu me qëllim që me mujt me emri më të mirën të mundshme. Albulena, nga kjo eksperiencë që ke pas me diellin, si mund ta përshkruash nga gjithë sfidat që ke pas, çka të ka mësu kjo eksperiencë? Okej, atëherë eksperienca jonë personale, e jemja në këtë rasinon me diellin. Nëse dikush ma herët më kishtë thonë që kime e pas një fëmijë autik, ose kime u ballafaqu me këto sfida, një nuk, se mu, jo nuk ndodhë. Çdo ditë është sfidë, çdo ditë është përvojë ndryshe, çdo ditë del diçka e re, çdo ditë po mësohem me diçka të re, po çdo ditë është dashni shumë e madhe prej diellit, edhe çdo ditë na i mëson limitet ku i kemi,
çdo ditë na mëson sa e madhe është dashnia, edhe që mundesh me udhëzu edhe me diçka shumë të vogël. Qoftë edhe veç një lala që dielli e thot ko mas kohë, edhe na krejt shtëpia fluturojnë prej gëzimit, kështu që lumturinë edhe dashnin mundesh me e gjetë edhe në gjërat më të vogla të mundshme. Sepse ju treguat edhe më herët që dielli nuk flet, pra. Dielli nuk flet. Edhe mënyra, ndoshta e gjen mënyra se si me shpreh dashnin, si me tregu kur ka ndonjë dhimbje ose ti, na mundohemi me ja përsërit fjalët, punojmë shumë, punojmë logopedja, psikologi, na punojmë më shpejt. E ka një, po dielli du me tregu sa diçka, për krejt, dielli e ka thonë babi një ditë, kështu që babi në vetë e ka thirë në një prej ditëve të ti, kështu që unë besoj që me punën që na kemi me e bo, dielli veç ka me fillu me fol, edhe ka me ambientu në këtë botën tonë shumë urojmë që ndodhë sa më shpejt. Momentalisht është një mënyrë tjetër e komunikimit që e ka. Këto babi e ka thonë për shkak mungesës, se me që është në tjetër e ka kërku babi. Unë shpesh po them që fëmijët autik mendoj që atë forcën edhe atë sigurin e gjenë të babalartë, të nanat e kanë ndjeshmërinë edhe dëmshurin, kështu që si detektus shumë të mirë të emocioneve, besoj që kjo është ndarja që veç dielli e ka bo për neve dyve. Po, këto natyrisht janë ndoshta mësimet më të mëdha që i merr. Na mundohemi me qenë pozitiv çdo ditë, po duhet edhe diçka me thonë. Na mundohemi me qenë pozitiv, na mundohemi me u marr me pozitivitet çdo ditë. Po ka edhe ditë që janë shumë të vështira edhe ka edhe ditë që janë shumë sfiduese. Mos dalim tash me thonë që valla është çështu edhe çashtu. Po, sepse ju jeni pozitiv, po dikush ndoshta po i përjeton ndryshe. Po dikush e përjeton, po janë ditë të mira, janë ditë të këqija, po gjithsesi duhemi me punu veç për ato të mirat, me u mundu me i kalu, përkundër që kemi ditë që je komplet për toke, po them kushtimisht, po që na duhemi me punu edhe unë gjithë thëmë, prej momentit që kemi marrë diagnozën, deri në sot që po flasim, çdo ditë thëmë që duhet veç me pa të progresi fëmijëve tonë. Qaj është pikë synimi, qaj është misioni që na si prinde kemi, Zoti e dim se na i ka quneve, edhe prindve që i kanë, po që kjo është misioni jonë. Duhemi me përmbush me sukses, me të paktën me emri që fëmijët tonë me u ambientu në jetesën. Definitivisht po, sepse edhe si çift të ri besoj që gjithçka ndryshon, ato daljet ndoshta që i keni pas me shoqëri, ato mbledhjet familjare, pastaj pushimet, sepse gjithmonë duhet me ndani një atmosferë të përshtatshme që ta keni diellin me vetë, apo jo? Na prit që i kemi diagnozën e diellit, i kemi pushimet në vendet e caktuara ku dielli është komod edhe rehat, po e kemi bu një tradit, unë dhe Idriku, që një herë në 3 muaj, e kemi kështu një vikend veç për veti, në mënyrë që me i rimbush baterijat, edhe me u kësy prapë në detyrën tonë që e kemi ndaj fëmijëve pak më shumë ndaj diellit, se për ndryshe është shumë e vështirë. Po përgjithësi, edhe nga gjithë fëmijët, gjithë pretoj që do t'i kemë pak nga përgjithësia. Edhe me fëmijët që është përgjithësi, po gjithsesi unë mendoj që prind që i kanë fëmijët me autizëm, ju duhet pak kjo koha me i rimbush bateritë edhe me u rikthy prapë aty ku i kalon. Direkt diçka për fund, një mesazh për krejt ata që po përballen me ndoshta të njëjtën situacion. Fillimisht mendoj që çelësi suksesit është kjo pjesa e pranimit me pozitivitet. Pastaj hapi tjetër është që me punu, mos me u dorëzu, deri në fund, me i ndihmu njëri tjetrin këtë rast çifti, për arsye se njëri vetëm është e pamundun me e bo. Lena e përmendi një prej po thëmë praktikave cilën e përdorim na, për arsye se na me dashuri, me pozitivitet, me këtë energji ndihmojmë edhe diellit, kështu që duhet me pa që nuk janë të e bo për veti, janë të e bo për fëmin apo për personin cilin kanë autik, edhe fundit është ajo që institucionet është momenti i fundit që duhet me reagu për shkak të këtij trendi alarmant me numra, pra, unë të po them, 1 në 30 fëmijë globalisht është autik, andaj mendoj që sa më herët institucionet janë të gatshme dhe sa më herët fillojnë këtë mbështetje, me qëllim që mos më ardhë me një pikë ku pastaj ndoshta është edhe mos harrojmë se cila ditë e humbur, për shembull këtë rast për diellin, është ditë e cila ndikon në zhvillim,
edhe në përgatitjen e tij afatgjate. Andaj mendoj që nuk kemi kohë për me humbe dhe i bëj thirrje në këtë rast, për shfrytëzoj rastin këtë studio me i bëj thirrje institucioneve, me reagu, me reflektu, me qëllim që institucionet edhe komunat me pas një planifikim, një strategji afatgjate, për arsye se deri tash na kemi pas gjithçka të përkohshme. Neve na duhet me pas sistem. Andaj po i bëj thirrje institucioneve që me kriju një sistem për këtë kategori për personat me autizëm. Albulena? Pjesën institucionale e tajti Riku, mu më takon pjesa prindrore në këtë rast si nan, unë ju bëj thirrje kushtimish po them nanave, prindve me i pranu fëmijët ashtu siç janë, sa më herët që trajtohen, kemi me mritë rezultati cilin na e dëshirojmë për fëmijët tonë, që sa më herët trajtimi, që ashtë më herët e mrimet e rezultatin, edhe i inkuadrojmë fëmijët tonë në shoqërinë cilin jetojmë. Unë ju falenderoj shumë që ishte sot në studio dhe ju falenderoj për këto mesazhe të mira dhe dashnin që e jepni diellit edhe për krajen që ja dhat edhe familjeve tjera, me të vërtetë ishte kënaqësi. Faleminderit shumë.